fazën e implementimit, edhe ne arritëm që Kosovës të sillim një skaner të densitet të esha, teksa skan që ndryshë quajmë, për herë parë në institucionet publike. Ne fillimisht menduam në ortopedi, pastaj në pastaj në ginekologi, mirë po me konsensus brenda spitalit ne dërguam në mjekësi nukleare, me bashkëpunim me drejtorin Dr. Fakir Spaheu, edhe aty, mënyrë që gjithë pacientat nga krejt Kosova mund të shkojnë aty. Ma vonë më tregoj edhe ne kemi monitoruar atë pajisje sa që ku marrë në Kosovë, të përfshin edhe para 10 ditëve, kemë shikuar se si është funksioni, sa po përdoret për nevojat e pacientëve, sepse ajo është një nga kushtet që kërkojnë amerikanët, ata dojnë që brenda 10 viteve ne masi i bëjmë një donacion e pajisjet, sigurohemi që pajisja po shfrytëzohet në sektorin publik, që nuk është duk ashtu papritme, që është shërbim të njerëzve tanë, edhe që po funksion mirë, edhe Dr. Fakir më tregoi, edhe ata kishin marrë një pajisje tjetër, ngjashme më vonë, me sponsorizim nga Ministria e Shëndetësisë, që ne jemi të lumtur që ne Kosovës arritëm që t'i sigurojmë për herë të parë atë pajisje, edhe tani. Edhe pse se fitove bursën, prapja ktheve me të mirë Kosovës. Po, ato mendoj që fakti që këto degë të shtetit tonë për bursë nuk më ndihmon, nuk mund diskualifikon, unë përsëri nuk ka të bëjmë me udhëheqjen e atë çaj kohë, ka të bëjmë me vendin tim, edhe me pacientat, në veçantë. Këtë ja ke po hajrin se nështë s'kisha apliku për bursë në Amerikë dhe s'kisha mujtë me shku.